Në vim të zbatimit të planit të masave për parandalimin dhe goditjen e tregtimit të kundërligjshëm të lëndëve piroteknike në prag të festave të fundvitit, shërbimet e Komisariatit të Policisë Sarandë kanë vijuar kontrollet në subjekte tregtare. Si rezultat i këtyre kontrolleve, gjatë kontrollit u ushtruar në 2 subjekte tregtare në qytetin e Sarandës, u konstatuan 982 fishek zjarre dhe 250 kuti me kapsolla, të cilat mbaheshin për tregtim në kundërshtim me ligjin. Lëndët piroteknike u sekuestruan në cilësinë e provës materiale, ndërsa materialet procedurale u referuan në prokurori dhe nisi procedimi penal në ngarkim të shtetasve LM 26 vjeç dhe MH 55 vjeç banues në Sarandë. Materialet procedurale u referuan prokurorisë për veprime të mëtejshme. Specialistët për hetimin e narkotikëve në DVP Vlorë arestuan në flagrancë shtetasin HN 19 vjeç banues në Vlorë, pasi gjatë kontrollit fizik të ushtruar nga shërbimet e policisë, i u gjet dhe u sekuestrua një sasi lënde dyshuar narkotike kanabis. Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Sarandë referuan materiale në prokurori dhe nisën procedimin penal për shtetasit EL 40 vjeç banues në Sarandë, pasi është konstatuar se në lokalin e tij, në lagje nr. 1, kishte muzikë jashtë fashës orare të përcaktuar me ligj. LS 36 vjeç banues në Delvin, pasi gjatë kontrollit të ushtruar në automjetin e tij, shërbimet e policisë gjetën dhe sekuestruan 2 shkopinj të ngjashëm me ato të bejsbollit, me material hekuri dhe druri. Materialet procedurale u referuan prokurorisë për veprime të mëtejshme.